Vjen tek sot se portali jonë ka shumë rubrika të ndryshme, duke fillu prej asaj kryesore dhe primare cilën e kemi shëndetin, në të cilën i përfshim moshat ndryshme, të bëthon nuk fokusohemi vetëm tek të moshuarit ose të rinjët, por kemi që nga fëmijët, të rinjët, të moshuarit, por edhe duke i specifikuar ata femra dhe meshkuj. Sidoqoftë, dy rubrikat cilat i kam përzgjedhur sot me i prezantu janë dy të preferuarat mia për shkak të qëllimit edhe asaj se çka ofrohet, asaj se çka lexuesit mund të gjejnë në këto dy rubrika. Të parën, si po shihni, kemi pjesën e letër njoftimeve, ku besoj që jemi prej portaleve të vetëm, cilët e ofrojmë këtë rubrikë dhe mundohemi që çdo herë të jemi afër lexuesve, por edhe shikuesve të emisionit, ku çdo herë që kanë një nevojë për një mjek specifik, qoftë të shëndetit fizik, por edhe ata mendor, ata mund të hyjnë në këtë rubrikë dhe mund t'i gjejnë ata. Këto janë informacionet e hollësishme për secilin prej... Për secilin prej mjekëve të cilët gjenden në këtë rubrikë janë informacionet të hollësishme, duke filluar nga numri i tyre i telefonit, emaila e tyre, vendit ku punojnë, trajtimeve specifike dhe sëmundjeve specifike me të cilën ata merren, si dhe orarin kur punojnë. Vlen të theksohet se për shembull nëse një mjek punon në QKUK paradite, është e theksuar se paradite mund të gjendet në QKUK, kurse pas dite mund të gjendet në ordinancën private nga kjo orderi në këtë orë. Sa përshërim për shikuesit, kur të hynë të portalit, tek pjesa e rubrikave lart, është një rubrikë që shkruan letër njoftimet. Kur klikoni te letër njoftimet, mund t'i gjeni të gjitha letër njoftimet. Pastaj tek secili doktor shkruan më shumë, kur klikoni tek më shumë, ato mund t'i merrni numrin e telefonit, adresën e punës ose çka do tjetër, në ndërkohë mundeni me na propozu edhe vetë mjek me na shkru që me ushtu, sepse sa më shumë që shtohet, pasurohet edhe rubrika letë njoftimeve, që me shumë krenari e tham që jemi vetëmi portal që kemi dhe që ka kry punë shumë personave. Edhe ka një fotografi që shdoken, që mi njoftë. Po, që shdoken. Mund me i dërgu fotografi të reja. I kemi bo update, së fundi. A i keni bo update? Po, pa qitër. Edhe dhënat personale, i kemi kontaktu se cilin prej mjekve, edhe i kemi vendosë. Bravo, sinqerisht, jam shumë falenderuese për punën që bërë. Ju bojmë thirrje publike edhe mjekve tjerë, me na shkru ne jemi gjithmonë gatshëm, me i vendosë mjekt e tjerë cilët mungojnë këto. Po përveç kësaj vlen theksohet se ne marrim çdo ditë mesazhe ku na kërkojnë mjek cilët gjenden edhe në emision, ku ne ose ja u dërgojmë linkun e letër njoftimit, po edhe direkt kur kanë për shpejt informata që ju nevojiten. Në ndërkohë krenari është fokusuar edhe te një rubrikë tjetër që me shumë kënaqësi e bën çdo ditë. Shumë speciale, që është pak më ndryshe se të tjerat, por me një qëllim gjithashtu edhe pak më ndryshe, është pjesa e histori motivuese. Në atë pjesë, ne përveç që fokusohemi me shpërnda historitë cilat i motivojnë njerëz çdo ditë për jetën e tyre, ne shpërndajmë edhe ngjarje apo veprime bujare cilat i bëjnë mjekët tonë. Këtu e patëm mundë me pa doktor Fisniku, i cili me ordinancën e tij po jep shërbime falas për njësit intervenuese speciale, ku të gjitha ata mund të shkojnë të kryejnë shërbimet stomatologjike. Kemi edhe shumë historitë të tjera cilat janë suksese të mjekëve tanë, qoftë në publikime të revista shkencore, qoftë në operacione, si në vendin tonë, por edhe jashtë vendit. Po, një prej rubrikave tua të dashura, të ftoj krenaret e Ullush,